Na e tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur, duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri. Po, edhe që nuk i japin 1 euro taks shtetit dhe popullit shqiptar. 1 euro taks nuk paguajnë ata. Blogera, influencera. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Coast, i bëjnë pushime në mes betonit, edhe vinë këtej, edhe u shajnë hallin flamengove. Pse shkojnë atje? Ne nuk kemi asnjë problem. Shkojnë ku duan, po moral mua dhe Partia Socialiste të matet mirë çdo kush që i bën.